Po, jemi në fund sezoni dhe për këtë shkak ka fluks të shtuar të mjeteve si nga emigrantët edhe pjesa tjetër e popullsisë, të cilët bëjnë lëvizje drejt juglindjes dhe jugut të Shqipërisë. Pasi gjendet si rrugë më e shkurtër nga qarku i Tiranës drejt Elbasanit dhe pastaj Korçë dhe jugu i Shqipërisë. Kemi një fluks të shtuar të mjeteve, sidomos në ditët e fundjavës, përsa i përket ditëve të premte dhe të shtunë edhe diel, por policia rrugore e Elbasanit i ka marrë të gjitha masat, po menaxhon trafikun, sidomos në rreth rrotullimin e Bradasheshit, ku ndodhemi dhe aktualisht, për shkak të mbingarkesës madhe që merr autostrada e Tiranë-Elbasan. Pasi në fundin e saj, nga dy korsi lëvizje që kemi aty, krijohet një hing, e cila ka qenë vazhdimisht problem për qarkullimin. Ne po mundohemi dhe me shërbime shtesë për të menaxhuar trafikun prej rrethit Shijonit deri te rrethi Bradasheshit, që lëvizja të jetë ngadalë për shkak të fluksit më të mjetër, por të mos të pengohet për asnjë moment. Po shkeljet më të janë parakalimet e gabuara. Kemi shumë problematik me parakalimet e gabuara, pasi të gjithë qytetarët nxitojnë duke menduar se do të fitojnë kohë, por vetëm humbasin kohë. Ne jemi duke monitoruar trafikun me mjete inteligjente, siç është droni në pjesën e Peqinit dhe të Librazhdit, për identifikimin e gjithë shkelësve të qarkullimit rrugor. Nuk po themi se ka ndonjë ndikim shumë të madh në mentalitetin e drejtuesve të mjeteve, por policia rrugore po i vën zbatim masat dhe i ka reklamuar dhe i ka bërë të qartë të gjithë qytetarëve dhe u bën thirrje që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, sidomos përdorimin e alkoolit. Ju lutem, mos përdorni mjetin mbas përdorimit të alkoolit, pasi masat janë ashpërsuar dhe shkojnë deri në heqjen e lehës drejtimit përjetësisht. I gjithë sistemi akset ne jemi duke menaxhuar. Rrethi Shijonit, rreth Bradashesh, rrethi Luleve deri te kryqëzimi i Cerrikut, është një aks që ka fluks të shtuar të mjeteve për shkak dhe të fund sezonit që është tani, dhe ne jemi duke menaxhuar me forca shtesë për të pasur një qarkullim të lirshëm të gjithë mjeteve që lëvizin në këto akse të qarkut Elbasan.